U jam përgjigjur në të njëjtën monedhë. Veselio pas daljes tregon zhgënjimin nga Loredano dhe Aldo dhe tregon 5 finalistët dhe fituesin. Veselio mbylli rrugtimin e tij në Big Brother VIP së fundmi duke hequr dorë nga gara për çmimin e madh. I njohur për mendimet e tij të drejtpërdrejta, Veselio rrafeu detaje nga rrugtimi i tij në shtëpinë më të famshme, teksa i tha se jo është përgjigjur të gjithë banorëve me të njëjtën monedhë, ndërsa shtoi se gjatë qëndrimit në shtëpi u zhgënjye nga Loredana dhe Aldo. Megjithatë shtoi se ka ndjesi miqësore për ta dhe se mojësia mund të vazhdojë jashtë shtëpisë. Në lidhje me finalistët, Veselio bëri parashikimin duke thënë se në finale shkon Gerta, Laerti, Gjesti, Egli dhe Danja. Në lidhje me Eglin, i zhvanori tha se në rikthimin e saj e sheh mjaft të dobët, teksa për Gjestin tha, me Gjestin kanë pasur debatet më të forta aty në shtëpi, u jam përgjigjur të gjithëve gosht më gosht. Mund të them se bëra dhe miq, të paktën kam ndjesi miqësore për disa më shumë aty, por duhet parë edhe nëse do të jenë të përbashkëta me Loredanën, Danjën, Jozin, Aldon, me Eglin, ndoshta në këtë rikthim ishte një Egli ndryshe. Teksa i pyetur për deklaratën pas mbarimit të Big Brother se e fiton Laerti sipas tij Big Brotherin, ai tha: "Kam qenë 24 orë me Laertin dhe Bonën, etiketimi ishte Laerti është xhaxhi im, Bona është nusja xhaxhin tim. Ka pasur momente që edhe për të bërë lojën e tij mund të ketë sajuar ose të ketë thënë diçka të pavërtetë." Megjithatë, i pyetur se kush e ka zhgënjur, ai tha: "Zhgënjim, se di nëse do e përdorja për ndonjë njeri specifik, por mund të them që jam zhgënjur nga Lori dhe Aldo." Teksa për finalistët shoh Gertën, Rozanën, Laertin, Gjestin, Eglin ose Danjën. Rikthimi i Eglit e shoh të dobët, po ishte e denjtë të dilte si vajza që bëri gjithçka për dashurinë. Ndërsa pyetjes së fundit se pse ka kënduar aq pak, duke qenë se ka një zë manitës dhe të promovojë më shumë, Veselio u shpreh: "Kam kënduar shumë, në shtëpi nuk është një kompeticion muzikë, është vendi ku duhet të bëjmë strategji dhe lojë. Nuk hyra për të kënduar 2 ditë për të dalë të tretën. Nuk do isha pjesë e debateve. Kam qenë vërtet i ngjirur e me probleme fyti, s'më besoi kush, por vetëm unë e Zoti e dim", përfundoi ai.